shumë i gëzuar që jam këtu sot, sepse është dita e studentëve. Dhe është për mua të vish plot, sepse në 2018 unë me Galën kemi qenë në protestet e studentëve dhe kemi mbështetur me zemër dhe kemi luftuar. Ne nuk ja dolëm me studentët sepse na shkatruar. Na shkatruar të gjitha infiltrimet nga gjitha anët, interesat të tjera që po dalin, dhe një problemi që dalin dhe sot, dhe historia po përsëritet. Dhe ne nuk po marrim vesh se kjo që nuk duhet të përsëritet më. Dhe kjo duhet të mbaroj. Dhe duhet të mbaroj këtu. Institucioneve publike apo private, në veçanti ato publike që kanë përgjegjësi për detyrën që kanë, që nga universitetet, akademia dhe gjitha me radhë do të vijë këtu të shpreh. Ajo që tha Gala pak më parë, që një qeveri që nuk mbështet interesat e plezit tuaj, është armiku juaj, është shumë e vërtet. Ne nuk po krijojmë arrogancën, sigur ky vend i përket një patroni. Dhe do pas gjithë ai. Ne nuk po krijojmë një lider i cili flet në emër të çdo lloj përfaqësuesi të shtetit vet. Këtu nuk ka ministra, këtu ka një burr që flet për gjithë. Dhe kjo nuk është demokraci. Përfaqësuesve të shtetit që janë njerëz të zgjedhur nga ju. Këtyre ministrave që nuk kanë, mos ta them, nuk kanë këllgje, nuk kanë bole. Që kanë marrë, po dhe dignitetin personal, se po kisha unë minister, nuk do hanë të mund një kryeministër të flisë në vendin tim. Sepse kjo është një precedent shumë i keq për Partinë Socialiste në atë parë që po konvertohet si parti e punës, duke adhuruar një lider i cili të ignoron, duke mos dhënë fjalën për detyrën që ke edhe përgjegjësinë që ke, është detyrim të dalësh që do të flasësh. Dhe këtë detyrim e ka edhe kryeministri. Mos flasin në për TikTok edhe të bullizoj njerëzit. Edhe të bëjnë tipologjinë e protestuesve, sepse duke ofenduar një protestues qoftë i keq. Ai harron që është shqiptar, të mund t'ishte edhe ai një njeri qytetar i keq, po që është një mjerë më i keq sepse ka për arsye të detyrës që ka. Pra, një protestues i keq i bën keq vetes, jo të gjithëve, ndërsa ai i bën keq të gjithëve. Janë bashkuar e kësaj lëvizje paqësore. Unë kam bërë thirrje në 2018. Kam bërë thirrje në 2018 që prindrit i bashkohen studentëve, gjë që nuk i ndodhi.
dhe ka qenë fyese, dhe as pak, dhe në anë një shqiptari, një prindi shqiptar që jep jetën për fëmijët e vetë. Neve jemi këtu për të mbrojtur juve, me jetën tonë. Sepse është e pamundur ta qesh edhe një prind i mirë. Kur fëmia jote përbandet me sfidët e jetës vetë, edhe për plasë figurën në murë, edhe diri në një kafe atje, duhet jenë 100 prindit këtu, afër fëmijëve tyre dhe interesave të fëmijëve tyre. Dhe në 2018 i referohen me që sot ka qenë dita studentëve, të falë studentët dhe unë falenderoj dhe organizatorët që ma lejuan të flasë në këtë ditë, se nuk është rregull. Se si e përçana të protest, aq angjëllore, sepse ishte prezi më i bukur i Shqipërisë aty. Edhe se si u shtype ardhja dhe metoda jashtëzakonisht të poshtra, bile edhe duke propozuar mua personalisht që të futesha edhe të merja në dorë si lëvizje, edhe të përfaqësoja duke trahtuar që nuk e para. Duhet t'ju them këto. Se është e rëndësishme që ju duhet vazhdoni këtu, ju nuk do të lejoni këtu ide të cilat nuk përbuten me kauzën, ju nuk do të lejoni këtu asnjë njeri që do të shkeli mbi këtë lloj gjëje që po lind këtu, është një filis që po lind këtu, që ka të bëjë me lirin, dhe liria nuk i negocion. Qak, sepse ku fitohet diçka, është shumë e vështirë ta mbash. Dhe atë do përndesot, arritëm këtu. Kjo që duhet vetëm të amplifikohet. Unë i pëjthijet i qira tyre që predhin e rredi qark protestës. Indiferent, jenë sa më afër këtu, sepse ne nuk mund jemi më indiferent me njëri tjetrin. Indiferenza culpabilizon. Indiferenza do të thotë fajtor. Në një moment historik nuk ka asnjë arsye, qoftë edhe ajo kafeja që t'japin 5 lekë për të shpëtuar ditën. Duhet të refuzohet edhe duhet të vinë këtu, se këtu do të ndërtohet një gjë më e bukur. Unë nuk do të marrë më kohë, ishte kënaqësia ime që u gjenda prapë këtu. Kjo është një dhurat për të gjithë ata që marrin të emocion që mora unë këtu para jush. Sepse nuk jam unë që fitova, në kuptimin se çfarë bëra, por jam unë që mora jetë këtu dhe mora motive dhe mora diçka shumë të rëndësishme, shumë inspiruese. Diçka shumë të rëndësishme në lidhje me procesin zgjedhor.
me ato listat që e mbushën parlamentin me rrugeqër, me budallë, me kriminal, me drogaqin. Duhet të ndaloj këtë gjë. Ai parlament nuk përfaqëson neve. Nuk na përfaqëson neve. Një parlament që na përfaqëson neve. Sot do ishte këtu. Do kishte dhënë dorëheqjen dhe do thoshte fillojmë nga e para, sepse nuk mund të vazhdoj, dhe në rast se të ndodhi që të vazhdoni, do t'jetë vdekja juaj, dhe do t'a meritoni, sepse lejoni. Dhe Shqipëria nuk është për të shqitur, Shqipëria. Dhe do vi dita që ata që e kanë rrjepër e kanë plaçkitur e gjithë kjo plasë politike do t'i dorësoj ato prona që e marrë. Do t'i dorësoj, përndyshe nuk është për drejtësi dhe nuk është nacion rregull. Kjo çështja e pronave dhe çështja e drejtësisë duhet shkojnë në vendin e vet. Shumë faleminderit.